fakte me Adnan Merovcin për krahet nga Ujë rrugove, Vipa Chips, Lesna ndërtimi dhe Medika. Donald Trump. O, Batarust, pa je zoll, po qysh je? Pa je të dhe herë, mirë që kjo. A je Borisov. A je mirë. Ishte me të në. A më dhere që në zotë rrujt. Nuk jemi qesh. Ka batisas batica. Shokët e mi, i trika tonë në meta, unë e tek një njërje para meje. Ishtë i mojë ma në ata burrat e përpashën e kush jemi med me kaj gjedi. Plaku i urtë i Kosovës, Bacar Rustem Ali Mehmetaj, nga Rudica e Klinës, i lindur më 5 maj 1936 në Tropoj, biri Alis dhe Shkurtës është vllau i motrës Fatimes dhe vëllezërve Aslanit dhe Mehmetit. Rustemi ka 3 vajza, Hatmania, Shkurta dhe Ajmonja, dhe 4 djem, Avniu, Azemi, Ekremi dhe Visari. Ai po ashtu është edhe gjysh i 10 mbesave dhe nipërve. Shikus të nderuar, mirë se erdhët në emisionin Fakte, në ciklin tani të ri, Pleqt e urtë të Kosovës. Bacar Rust ka mbaruar shkollën fillore 4 vjeçare në vitin 1950 dhe 4 vite tjera në vitin 1970-71. Ai ka mbaruar shërbimin ushtarak në armatën jugoslave në vitet 1959-1961. Nga vitin 1970 deri në vitin 1973 ka emigruar dhe punuar në Gjermani, për të kthyer dhe për të punuar në ndërtimtari në vende të ndryshme të ish Jugosllavisë. Me Bacen Rustem kemi bashkë biseduar kohë më parë në oborrin e shtëpisë së tij në Rudicë të Klinës. Bashkë bisedimin me rrëfim shumë interesant. Pjesa e parë le ta ndjekim në vazhdim. Shikues të nderuar, sot ndodhemi në një fshat të Kosovës. Ky fshat quhej Rudin dhe gravitante një kohë në komunën e Istogës. Në vitin 1963, ky katund ju atribue komunës së Klinës. Pushtuesi e ndryshoi toponimin prej Rudin, ja ndroi një germ për ta slavizuar atë, dhe kjo njihet si Rudic. Megjithatë, në kohënat e mëhershme dhe Plest e sodit këte e quajnë, e ndjejnë dhe e mbajnë mend si Rudin. Ky është emisioni Plest e Kosovës. Dhe kur themi Plest nuk mendojmë në moshë, po mendojmë në përvojë, në të kaluar, në historinë e personazhe të ndryshme në 30 komunat e Kosovës. Sot ndodhemi pra në Klinë dhe më saktë në katundin Rudin. Të Rustem Alia. Rustem Alia. Ali Mehmetaj. Ali Mehmetaj. Bacar Rust, Pyrëm. cila është historia jote në vjetin kur ke lind, këtu ka sundue ajo perandoria i Jugoslave e mbretnisë serbo-kroato-slovene. Kam bon mend nga ajo kohë deri në luftën e dytë botnore. Unë kom lind 36-ën në vit që dol Tropojs, Republika Popullore e Shqipërisë. 41-shën mas kapitullimit Jugosllavisë, kom marrë 5 vjeç pe Tropojën vend lindjen e babës. Baba ke martu me 2 grue e morë bine Berishve Tropojs, 4-5 breza shkonone jeme me Sali Berishën. Edhe ka lind Mehmeti, Fatimja, une. Kyret 9 mujve, si kom lind dhondem ka dek nona. Atëhere, jom rrit 5 gjinit nonë se në gjitë babës.
Mirë, po me shumë vujtje, me shumë sakrifica. 35 sene dul djali i madh i babës, Aslan Ali Mehmetaj, i lindur me 1905 në Rudic, edhe dul me grua, me 2 djem, me Tahirin, me Ramen edhe me nonën Fat, e me Haven. Dulën Shqipni e najt i den 41. Atëhere, 41, ka gjysë e aprilit 41, se me 6 prill të 41 se ka sulmu Gjermania Jugoslavin, edhe për 12 ore ka shpartolluë, edhe ka gjysë e aprilit, janar dhe na kanë marrë Rustem Bala Mik, i Bala i Stelqit po në Zablash, Halil Beka, baba i këtij Abdullahit që në Prishtinë, Abdullah Mehmetaj tash e ka bo Sokol, edhe nese janar vllau i vet Dauti, e na kanë marrë, na kanë qitë Knena, ka gjysë e aprilit 41-shës. Pe atëherit, e deri në 43-ën ka fillu lufta e dytë masovikisht. E moj man ku shkoj ke vllau jam Azlani, i lindu më 1905, edhe Dauti Mizha, shkojshin, liftojshin në Peshter, në Bashe, në Kodoshin, e den policat Beranës. Se bon qetnik shumë zullum, na u thonë Bosnjak, por ata jonë pram 17 shekull për Mallësis Madhe, Mallësis Shkodrës, jonë në origjinë shqiptare, e faktori i parë për mendim timin është asimilimi kur të hupish gjuhën, nuk e flet gjuhën tonë, shkolla serbisht, martesë me Bosnjakia ndena me Vishegrad dhe me Bosne, edhe me Osune Majman, i ka pas Mizha 3-4 jarona në Bollotish, ka 2 metra tepër, shallat si Rugova folshin Shqip, su ku te une. To i Majman une, kur veshin pe Bollotishit, ofër Tutine. Atëhere, 44-shin oshtar brigada e Shqipnis, komandant brigadës Sali Kosula, komesar politik Osman Sinani, komandant bataljoni Butja Mal Sadikut, komandant divizioni Mal Sadiku, edhe janar në kultonin se Sadik Malja ki pambajt mizën tam, për 19 se dhe 22-ën e ki pambajt në shpi, ku ju ka vra djali. Edhe për vetë Mizha po i thet, mal babë, tha fol Mizha Baram, që ki komunishti, jo komunizmi, po komunishti, ka temelin, ka i ka rajt. Tha Mizha Baram, tha i ka, tha në Mosk. Ku? Tha në Mosk. Haj me det. Qka Mizha Baram? Ma du me dit, edhe i here që ky halë kësina pas ka marrë se më mund gjallë i sot Bajrami, si ma kanë vrat gjallë, vetëm në gjallë. Mizha Baram tha na jemi vllazën. Ata komunista, na komunista. Ka ideali jemi vllazën. A more birë, tha, ti nuk ja din pimit slavit. Po kush nuk mund të ndrënë dhe ndërkom. Pse Mizha Baram tha se pasha mizhen, bes nuk e ka piken, ftyrë se ka piken edhe shpirt se ka piken. Këto 44-ën për i thet Mal Sadikut. Edhe po kush nuk din me të ndru dhe ndërkom. Po ti po thuaj ke jemi vllazën e ki pa mon njoni Quranin. E ki pa shtin nuj, e vjen një kalimtar e thet, shka e ka bon ashtu? Thet, du mi bo Gusan gjire, more, se e kope, se Qurani Gusan nuk bon sa të toka me gjinë. Rusin vlas ki me mujt një bo sa të toka me gjinë, njo? E din kush e Rusi? Tha kush? Rkejt bota atomil, su kur basica shti ka shumë gjonë bjeshk, janë zanë djath. Kejt bota atomil, Rusi jo të tharen. Një njej që s'ka dit në shkruajmë një në vetë. Po tha thoj ke Izbolotini Pashahakun, e në 12.000 muazherë të Kosovës, ditë në tregut shifti bara mesën tërë po Shkodrës nuk po minë, për migjen. Edhe me parahi se kuj, mretnia i pashkollët, parit njeri Shqipni edhe në Kosovë i Kiro Bajramit. Tha Mizha Baram, tha vesha, ke hangër bukën teme, ka desh baba fort.
se pashanderën e familjes, që tash në zeri koburin e të bitë 6 herë koburë, kryu tha një shka, e mjek pe kësaj flishti honje, original, mjek pe kësaj flishti honje. Tha, mu po më thrasin atje, se jo mes që dhomi plak se një qosh, gjenerata jeme s'jon kur një, edhe unë me shku të ta nuk prish kur gjo. I kom bon 99 vjetë, edhe nuk më befason ajo punë, as nuk i trem në asaj hish. Me këto u krye. Une i kom krye 4 klasë shkollë vitin 1950, edhe 4 klasë i kom marrë me korespondent 70-71. Do më thonë, 8 djeqarën e kom të kryme, a literaturë kom për qelë ndash migjenit, ndash ndolit, ndash fish, ndash kur jam konë edhe më shef, thash, që nuk e guxua një shkrim, një garë më të gjetë, killa në trup nuk kom, s'ka kom për qelë literaturë. Tash, që thash kesh në Gjermonije, një Ivan Kovici, kroat i Bosnës, ka pas jarani me mua. Shkojnë pushime, më tha, Rustem, tha, a do më bojnë merë, thonë folë. Tha, a do me ma marë një revist, gjdo të hone del, e kom paguë me titullin Danica. Tha, mës ma marrin, se i kishim në dhomat, a janë nena unë e kënena, shportën a janë nena unë e kënena, kur vish pej pune, mos u nalë kërkum, shko, thonin e mërë atë revist, e qite e bandishtonën, mos ma mërë Janko dhe Marku, tha se me hetu, Janko dhe Marku, unë e kryshona me Jugoslavijë, sa t'jem gjallë në Jugoslavijë së në shkoj. E tash ma boni edhe interesant, edhe shkoni interesant. Ne se morat gazet me titullin me germat kuqe Danica. Me germat më dhe në faqen e parë Titov terrorizm. Terrorizmi i Titos. Pe vitit 1944 dhe vitin 1959-52 e 1500 shqiptar i ka ekzekutu, të cilve atë ditë e sot nuk u dihen ishnat. 153.000 tepër i ka internu për Turqie. Atërohi e kanë kritikuar doktor Vladimir Bakaricin, ajo konë kryetari kuvendit kroat në atë kohë, e kanë kritikuar Pejtoke Djençel, i thëshin, Marshal Tita koka kroat. Çfarë nevoje pat një ashtu për 400 kilometra kufinin Kroacijës. HDZ do Zemuna, Kroacia deri në Zemun. A për të Vinkovcit e ka kufinin. Nevoj pat, aj mas i kek vetë kroat, nevoj pat, për 400 kilometra mja shty kufinin, një. 2. Tha, aj Josipi, o konë mashin bravar, ajo vrat 19 sene. Aj ka pas 2 gishtat prem, një në dorë smojt. Ky ka ardhë me 1937, aty shkru në mirë në regulorën armatës Jugoslave, jam konë shkollën ushtarake, ta se i kohë, vitin 59, Marshal Jugoslavije došao je 1937. Sa Ukrajina kao generalni sekretar Komunističke partije Jugoslavije. Ka ardhë pe Ukrajine. Në regulorën armatës Jugoslave. Shkrujke, Marshal Jugoslavijës ka ardhë si general sekretar i Partisë Komuniste të Jugoslavijës vitin 1937. Pe Ukrajine. Atë hishin e kritikojshin 79% general të armatës në vendat ku jonë mambe përgjithësi Serb, e 21% Kroat, Sloven, Malazez edhe Macedone, na kem pas këtë recicën. Një kem pas na, general. Do më thonë, që thosh i pojnë mëri unë. Tash, po dalim këndena, e ndjeva e nëzuna në telefon Aleksandr Vulinin të thonë 275.000 Serb shqiptarët e Kosovës i kanë jek pe Kosovë.
çfarë mandati pat mi thonë ati mori marë Kosova, a çfarë fuqie pat mi njek Serbt Kosova, po kjo pjella Aleksandar Rankovićit. Vitin 54 ka ardhur te Vidvosav Gjurishi në Sojan. E I kam ledh krejt parin e lugut Drinit, rafshit Dugazinit, Serbt. E u ka thonë shite unë I tokat shqiptarve po shto zashto, sa të mundi shtajt e lirë. Mere unë I paret. Unë e njefat ma shkurtin, kom I bon një rotacion e kom u pun apet në tokat juve, e ata le tjesin ku jonë konë. Kjo pjella Aleksandar Rankovićit, ato s'mujti me realizu Rankovići, se 66 në ra në Kurth, edhe shkysh ra në Kurth e di. Jo për shkak shqiptarëve. Jo. Në Rusije, me kështat Cervenkovskin, ko kanë konë delegacion. Brezhnevi I thot Zdravse Budući, predsjednik Jugoslavije, kur I kanë morë gotat mu falenderu po. Kështat Cervenkovski marohet, këtë Kurthja ka ngre kështat Cervenkovski. Edhe kështat Cervenkovski thot, unë jam smut, jam ram, duhe me mësue në Jugoslavije, kom do amanete me gruse, po të qojmë në spitale, po të qojmë këtu, dhe të hish në aeroplane në Beograde, shkon I thët marshallit, këshyr kontrollohu se ujtë ka hinë bëth. Kur hinja I zotnia e kontrolloj e I zet mikrofonat edhe kur I ka thonë Jovanka donosim I papuqe. Jovank mi jep, mi bjen papuqet. Si është ardhë, e kanë në zonë, e kanë qunë Brione edhe e kanë izolu në burgun Shpijak. Këto ma ka thonë Danilo Lekisi, ambasador në Kairo, jam konë me tjetër Markazjok Dodin, në barë, të shkue e në me lamru librezat e ushtris, në I lypen 64, po ndeshim atje, atëhere jemi taku me Danilo Lekisin. E shkon Radovan Lekisi, Shtonka Lekis, e Radovan Lekisi I shkon qetnik, por 45 vjet në Amerikë. Edhe ishin kon kap me Danilin. Kap fort. I tha Danilit, qa ditë që ju marrë 7 ore gjysëm kanal Aleksandar Rankovićin në kabinet vetin, edhe që të nënë si kom u këthyje për Amerikë, e kom më shku me fjetë aty, edhe ju ka shuni do morë në balë, Danilit tha migj. As po më pëlqen si të kanal, tha. Në bised informative Aleksandar Rankovići, as nuk ka thonë, as nuk, qash ma shumë, si ki më shku me fjetë të kaj. Se Aleksandar Ranković skrenua liniu Partiju Jugoslaviju. E ka deviju. Mi tha shka shkolla, po e thet Danili. Rasisht, rasti mbreti I bos. Edhe tha, shkolla, tha ja, shkolla shumëzimi njerit. Si për shemull, je 7 herë njeri I pa shkollë, kryen shkollën, shumëzosh për 8 herë bosh 56 herë njeri. Ali jasëm do bio drugu utiska, tha unë kom formu tjetër bindje. Në qovë se ka lind njeri, o shumëzu për 8 herë. Në qovë se ka lind dresh, qatë dresh e kemi shumëzu për 8 herë, e u bo 56 herë dresh. Apo të flenë hatër. Tha, atër o nje ka kalzu që ton, që ta thash, kërsta Cervenkovskit, shqiptarët theshin, kur e mure vesh tita, si po bon zullum, ka e hash Rankovićin, a kur ja futi ujtë mërbëth, atina edhe këto ma ka thonë Smoda Jemil, po të ogerë, vitin 59, u kap një Sloven me mu, dytë ishim me gradat njejta, po më besojshin ma shumë funksionet. Unë me funksion isha unë ma I madhë. A I dojke me thonë, pse ky I gjunglave të Kosovës, kozar I dhive, e une me 2 fakultete, ky me pas funksion ma të madhë, se une e gradat e njejta, na mu është ky Smoda Emil, babën e ka pas dekan fakultetit geografisë në Zagreb, tha shok, rahatonu. Nije nam qisto stanje, nuk e kemi, tha,
pastër gjendjen. Se ke shku tita 3 muj dit, në vitin 59, në Egjiptin, në Indonezien, në Afrike, në Burme, në Cejlone, në Indije, të Indiraganti, edhe kur erdhë këtu, i pas ka pa thonë, dozhi mi Turqin e dozhi, i ertisi misë për Turqin jo. Ja pas ko ka kon hi, kur o falë në seri në gjami, ky ko ka kon hi në gjami, në karri këtu najtë të i këshyrë të falë ata, e ky i ka thonë, eja Turk, eja se ti mu ki turqizurë. Atëherë tha plaku, tha vesh ka lamruë, si erdha edhe 6 orë, o hi e ka kontrolu kabinetin e vetë. E po duhem me thonë që to, qështu. Me thonë Aleksandr Vulinit, si kur farë mandati shqiptarë s'kanë pas, 56-ën, unë jam qaj si kom thonë Gojk Koprivic, në ledhje në Rudis të dhe të nishën, një djali me në zirit a me Gjeka i sa ke artë i ushtrije, bilenonën Malazeze, ka pas ja rehi dimës bosh bogishit, një djali, ja ki pa rehi fort, unë jem konë punë zastavë Kragujevcit. Po, fatim ka si të në herë në silu të ulluja këtu, kur e thirëm ledhje në i pajcumë. Pas 3-4 muj dit dhe dita e Bajramit. I ka thonë dikush ati muj gjabule. Ka për djallin qonë Beograd dhe nëziri i lëndimet përpore. Klap, klub, 3 muj dhe në nëzirë. A me Gjekaj, mledhja, Gjon Selmoni ishe kryeshefi i policisë, Kris Beka ish kryetari i komitetit partisë, Gojk Koprivica ish kryetari i Lidhjes Socialiste, edhe u dredhë e po më vetë mu gjoni, tha Rustem, s'ka me bon, tha me meten. Djali ti e ka re, tha djalin e dimsh, a me largue pe partije dhe pe Lidhjes Socialiste. Atëherë pe partije me të largue nuk ishë shumë problem me të largue pe Lidhjes Socialiste me të pleshit o fjallë. Kesha unë, tha qa po keshë është, thash, edhe Avdin, dvlaj. Thash, fa lidhje ka kjo, thash, me djall e me meten. Kovë se ti e i bindu si meta, i ka thonë, djalli dele rehe djallin e dimës. Po gishit, unë po bona me ty. Po vesh kur ka ndi meta, si djalli e ka re. Erë një. E dyta, po quë Gojk Koprivica, tha, a dini diçka shok, serbisht, tha, na në qëtë gjenje si jemi, duhet me dit minuti i madhë, për se cilin sekund kush me shka po meret, a pesh nini shka po flasin, koj shqit tonë, Shqipnia atëhere ja ka pas këthya pongat bëthprap, ju kom këthya unë e thom Gojko, tha urna, që sa vjet jeti, kryetari i Lidhjes Socialiste, thashe 35 vjetë, thash po. E kem rritë 56-ën, tha po. Kur i kanë re shqiptarët 56-ën, non hero shit një pushk, shko te filoni, non hero ble një pushk, non vete kanë ble një pushk. Thash e kanë re gjithë natën, e 1 metër bora, e 35 ftoftit, e ka deshen këmishën klina, e ka lonë për banderi, apo për kumle, edhe ju ka ga pak e ja ka fut një kofe uj. Pe kreje e de fund konve e ka lonë që aty mu mërdhi, a jesuna një herë me thonë shtop, na nuk kemi liftu për qita. Kur ja kom thonë këto, atëherë nuk ka hije ty me folë gjonë për mu, as mu për ty, se kur të ka ardhë ndorë, nonin, kur më ka ardhë ndorë, edhe unë jem munduë në atë kondin tamë, po mjerishti nas kemi mujt juve. As një janë, 2, Adnan me rovësi nuk ka bon, veç e ka morë kutin, tha, drugove ja vas po zdravlem, tha unë, tha, u përshëndes, nuk ka van për mu këtu. Edhe, meten për pa largu as për partije, as për Lidhjes Socialiste, erë një. Të edhe të nishën, u bon demonstratët dhe Kosovës. Erë Boshko Karaveli si shqytu i Bodisal, si të konë, po konë Prishtinë. Shqipen fals. Edhe erdhen Moma Zichovisi ofisar. Krasa Krasishi i Zalcit, profesor, erdhen me gjyku demonstratat. 3 vetë jemi konë na, që i kemi ngullë kompë. Edhe jam vetë pa vlerësime. Ka tonë i Rudis nuk ka dhonë vlerësim. Ky është që e qeli mbledhjen, s'po du mja për menemnin, shqiptar, shok tha sot e kemi
thirë këtë mbledhje disa djemë tonë që kemi qonë studime, s'kanë mujtë me kryu studimet në qatë deku regjistruhe, e kalon ato futën tjetrin, e kalon këtë tjetrin do futën atë tjetrin, e jonë met as qanë, as zagar, as languë. E duhet me gjykue demonstratat që në prishën vllaznim bashkimin. I pari njëre kom marrë fjallën une. Thom ti kushëri, tha vrëno. Po m'do këtë fole diçka, po mus po ma mush menden. Tha shka, Dushan Ristiqi edhe Mahmud Bakalli nuk janë për Shpirika. Ata dy dhanë dorheqe. Dushan Ristiqi edhe Mahmud Bakalli janë për Shpirika. Këto fele zeza. Unë me gjallë temin nuk e kom, po me gjallë temin i kom rëngë të dame. Ku tjetë pa pare, vjenë në pëset babë që ka pare po më duhet. Që ka bo djalli atje, unë e stoni shkoj për mas djallit. Edhe janë që mirë, po, më lambrojnë të Hilmi Thashi, kryetari i atër komitetit Dënojke, nuk Dënojke zyshi, po komiteti. Edhe që e më thiri Hilmi Thashi, shkova një herë, tha, qka ke folë, tha, që ta shka konë. Tha, ty të kam 10 jetë burgu. Tha, shpaj, edhe në më ka burgu për burra marua. Edhe unë hish, nuk paj nënshtrohna. Mas që e tjetën letërthiri me 3 vijat kuqe. E morat premten, po të premten shkova të dajt e këtina. Djallit, në Kërnin, është ardhë Ali Dema, profesor në Prishtinë, e 4 vjet i shkon me Hilmi Thashin një kateder edhe një dhomë kishin pa banua. Basarus qysh je, thash kur qysh, tha pse, thash se më kara Hilmi Thashi e në shpine po do më njënën. Tha, për shka thëmë qështu. I ka thonë tjetërit Ali, bashkë birit një zgrusime. Tha, Ali, tha, ki zarf, kun, tha po. Bima i tabak bardhe dhe një zarf e ka marrë, ka shkruje, ka lepite dhe ja ka fut një lepak për mi. E në mund tha mos e qelë. Thash, fjallën po të jepi, tha. Letë dërthiren që t'ja për mi, këthon Ali Dema. Kur që më shumë vish Ali Dema. Këthon për fumi. Kur e ka marrë, qaj ka shkruje, aj e zoti e din. Po për me më zërë, për i ka ishte mu, më zurë qaj. E ka marrë, ka këshyrë Ali Dema i. Ku në jeti këto, thash e kom mikë, thash farë miku, thash pa grunë e kom për tyne. E ka shkuj vrëshk, e ka marrë, ka lidzuë. E ka marrë, ka shkuj, tonë copa, e ka gjurë në sport. Hajtë, tha vosh me një midrishim. Zoti, Ali Dema i, që e më pështoj, që to janë përjetimet e mija. A ti kthejmë veç edhe pak kohës Po, së luftës së partizanëve e gjermanëve edhe qashtja e ballistave e Shaban Polluzhës edhe në përgjithësi kjo atmosferë me shqiptarët, pak shkurtimisht nëse bën. Gjithmonë në jetën, peshku i madhe ka hangër voglin. Lufta nacional shlirimtare si o thirë atëhere, ajo i shkon nacional shtajtimtare, për shqiptar, e qiti Marshall Tita bashkim vllaznimin. Pa marë parasysh, a serb, a shqiptar, a gabella, që fut të kush, brashtëfo i jedinsëfo. Nën qëtë mask, udhëheqësia e jonë edhe pa fuqishëm, udhëheqësia e jonë ju veshën Partisë Komuniste. Lufta Shaban Polluzhës të konë luftë shajtë. Mirë po, dhe ju ki pavran një student, e ki pas një student që ja ka udhëheq luftën në atë ku. Qa ditë që u ka vra, a student të mas ka marrë të porsen. Që kjo brigada që i thash, e Shali Kosul, që janë shku kanë liftu me Shaban Polluzhën. Pe Shaban Polluzhën janë shku në bitëll të Macedonijës. Këto si po dalë ku kesh, migja jam kur i tha, pa kush nuk din me të ndru dhe unë ndërkom, se pasha babin besë se ka piken, ftyrë piken edhe shpirt piken, kur keni mungop me ta, në kofsh i gjallë, kur vitin 48, unë kom mësue me literaturë Shqipnisë. O kom Mehmet Gjevori, aj si në ka furnizu me tekste Shqipnisë. 48 Marshall Tita u prish me Rusë, e bon një rezolucionin e Inforbiros, edhe e ngehen për strashit shqiptarët, edhe malazesht.
tash, shqiptarët e Shqipënisë shka kënë këtu hu i ndosh. E qiti atje, e 99 kur jem shko unë, jem ka thonë një burë i vjetër, tha, ma i meshe mi shkon një qoban një lovët Kosovë, se ma i madhe shqiptar, i intelektual i Shqipënisë, se kalzuna kanë. Kalzuna kanë. Edhe për brigadat që janë kanar, të më thonë ma i meqëm një bari i Kosovës se një general i Shqipënisë. Po, unë të thash dhe, ma shi që janë dosh, doktor Floku o konën 5, unë e mri, shqiptarë mas luft dytë botënorin 5 ka pas kur një, në Prishtinë kur një, Mitrovic kur një. Në Prizren o konë italiani me të pej lufte. Edhe e tash o konë hirurg, mirë po, boni përvoj, a je konë adnan të italianin për zëren, po mi italianin s'ka mjek ma. Se s'kish, e shqiptar kur një. As gjallë, as qik, as burë, as gru. Këto i mbaj unë e manë mas luft dytë botënore. I pari kardiolog në region të Pes, Mustaf Ademi, Mustaf Lozha, i kanë thonë ka studiua kardiologjin në Lublan. Edhe dalë 71. Kardiolog o konë, Ilisi o konë, Bulatovici, Pavlovici, Metinxhe, 30-40 dalin, tonë Serb, Shqiptar, i pari o konë, Mustaf Ademaj, Mustaf Lozha, i kanë thonë dhe vdekje, se dhe ato ka infragu ka mytë, e po duhen me thonë që thoi mëri unë. A ka pas lufta e Shaban Pollushës për krahjen popull? 12.000 ushtari ka pas lufta e Shaban Pollushës. Mirë, po, mu më ka bobe Milazim Kukishi, Miza i Rifat Kukishi, ta pat Rifat, ky poeti. Rifat Kukaj. Rifat Kuka, po, Kukaj, neshe Kukishi u ka thonë, Rifat Kuka. Miza i tim ka bobe pe Tresteniku Drenis, pe Glogovcit, për Dion të Pronit, ke mujt me shkel e den Skendaraj, ke mujt me shkel pe njerit e njeri për qitë komen në tokë. Ra Shaban Pollusha. Mirë po tash. Kur ra Shaban Pollusha, une në 2005 më di shtezja në motre nënësime. Une nënën së mri, si me konë bipe i tokë, jam me 9 mujsh. E me ta përfasuë nënën motre vetë. Jo me ta ndruë, se ndrim s'ka nëna, po me ta përfasuë motre vetë. Erë një Ram Hyseni i Dragobis, intelektual, po i thetë të zaku miftar, tha, Ram, thash, noshja krytë edhe djallit Alimet Isnishit, Rustemit, tha se ka pas motër të nënës, jashtë nosha kryet. Ram, s'ka je me profesion, tha, jam historian. Cilin vit ki diplomu, thash, 69 kom, parashit 70 e kom mbrojt. Mirë. A thumë se kem su falës historin. Unë pak për më hi, po më dur shumë për i me. Ja, tha, a do këfat që ashtu qysh është në regull. Qysh ka shkrush historia e në vërhojës. Du me vetë për 2 vetë. Njën njështë i love tua, njën njështë i love të mija. Nuk i thash, po i love tua ka të ndarqe. Për konë thash për mua rëmbaraktarin e lumës, e ke mësue. Miki popullit, miki shtetit, a në kundrazi. A miki popullit, a miki shtetit. Tha jo, vëlla, miki popullit, a miki shtetit. Edhe unë e kom mësu vitin 46. 16 strofa i ka pas vjersha e tina, po e fundit o konë Muharrem Baraktar, trastari, ben jasë ka se pat zakon shqiptari. Njo. Për Shaban Pollushin, a kemi në njëherë, tha tek njëherë kemi pas, tha, temen e tina për 4 vjetë fakultetit. Në regullë. E ke mësu miki popullit e miki shtetit, apo anë miki popullit, anë miki shtetit, tha jo anë miki popullit, anë miki shtetit. Thash edhe unë e kom mësu 46 qashtu. Po realiteti shka dul. Edhe njën dhe tjetërimisht popullit, po s'kam pas për kraje. Tha me ty pas na shumë punë për të bo mas ti 4 ditë dhe vi, e bisedojmë shtumë, sërë ma, po du me thonë si, e më dul për i me. Thash, falsifikimi që shi ka brinat. Që thash pare, nuk kemi historit pastor. Qaj si oshtar dhe e ka ngull historin e vetë. Na historit pastor,
që është pe fillimi në marin, shqiptarët nuk kanë. Jo. Ashtë Shqipni, ashtu. I ka thonë Demirlulla me zogut, i shtogut o konë Demirlulla, që shtjeo i Kosovë, thët të rritjeta mret, që shpo do këtu të na, thët fort mirë, thët po, a ke vrej gjonë, thët po, thët, qka? Moshkujt po të apishin dohonin tinës. Edhe rrugovës ku fillun një apit dohonin tinës, edhe atina jatë fërun punët. Edhe ati jatë fërun punët, se kur të pindë dohonin, du të mu vjedhë shpia. Dhe është edhe një pyetje rreth Shaban Polluzhës, Mehmet Gradicës, bajraktarëve të Laushës, bajraktarit Laushës në këtë kohë. Ka mundesh më na thonë për bajraktarin e Laushës në këtë kohë? Bajraktari i Laushës e ka kongën 2 sahat gotë. Hajde, zëshir Lausha, se 3 logore me gjak timusha, kur i ram logorit par me dushmanin bal për bal, bini djem dushmanit për hatër dvatanit. E kong thnu këtë kong me bab temin laut për 30 here. Malis pasha, malis rotula, shkoj me pushk e u këthy me topa. Bajraktari Laush ka liftu gjithmonë. Shaban Polluzha e Mehmet Gradica janë konë kesh në mjeveti. Dhe këtjen luftën e dytë botërore, ku dullën dytë koshak, tash kushe ka thirë shoqin e janë vlaznua. Kanë thonë, deri sot jemi në luft, jemi vlazen. Ku pështofshim për luftë, dalim ku jemi konë. Është një çudë e madhe si Mehmet Gradica shumë pak përmendet në luftën e Shaban Polluzhës, ama të më konë Mehmet Gradica 900 herë se Shaban Polluzha. Ma të më konë. Po i pa krah, kur nuk ka kush me të afirmu, të merë shemull Daud Demakun. Daud Demaku, Xhemal Lëbrinë e bani yndyrën në krejt pleshve të Shqipnisë edhe të Kosovës. So është vetë profesor edhe e ka gra. Ka jetë mira, po konë shpia e Shaban Kajtazit. E Ramadan Shabanit e janë konë delegashi i Ploqit se janë konë njerëzit Sali Rusa, Ndeçane, Bajram Baga, Mehmet Aga, Demaga, Mrashkoce. Po ky e afirmoj dhe tash s'mundesh m'ja lujt, se sot njëja ka punua. Qa mundesh më na thonë për artistin e madh shqiptar Ibrahim Kodra? Nuk jam i sigur të 64-65, po erë në Prishtinë, edhe i lëshoj ke pyetje e krem kryziu. Tha shkollën fillore e kreva në Shkodër. Shkova e kreva normale në Elbasan. Ai që ka kryer normale në Elbasanit ka mujt mu bo kryetar shtetin atë kohë. Qash fam ka pas shkolla normale e Elbasanit. Vendosa me shkue në Itali, me i krye studimet. Ku shkova në Itali e njësh në vehtën si shqiptar, andal pak o pëndu tha jo falem, se nuk e ndish në vehtën si shqiptar, por ishim shqiptar. Tash po dalë në gjeti, në kohën e kralit, komunja i Shtogut, 2 kandidat për kryetar, për podnarednik, u kanë thonë atëherë, podnarednik. Ars Perovici i Gjurakovcit, Mitë Rezici i Tomocit, Mitri Malezez. Edhe janë shku shqiptar, tash kanë agitue, kanë organizue, po arsi ka pas fuqimet më dhe ku janë shku në Dobrush. Janë rre shqiptarët në mjeveti, pse ti Adnan nuk po voton për Mitrin, pse ti Rustem s'po voton për Arsin, janë rre huja shqiptarët në mjeveti, Bejka Moretja. O konë Brahim Hadaku i shpisa Limec, shpisa Dikram Gjurgjevikut në Staradran, plak, po jo pasonik i madh, po i meshëm fort. Një peli i ki pa hipën shpinë, ku erë në kodër Staradranit, 80 burra Staradranit, tho bogati më shkue, me votue. Ku kemi Gjabrahim, tha keshe glasita. A e shfa atmosfere, tha po, tha një lomë me shtrun, e në lulla i lash. Dhe me kënë lulla, kur prashitësin, në shati unë, si në bishati, e dheshim ka një cingare në lulla. Në lulla i lash, e s'ka bëhet mas lullave nuk e di. A një ndonë me shtrun, si u rehen në mjeveti. I ndoj djali Uk Bajramit, Brahim Kabashi, Brahim Uk Bajrami, i ndoj në kongë, zosh mu bon ki Uk Bajrami, manzoni pritën të bunari, e ki ruji unë sa lashtari. Lashtari si bajshim në vidë si atëherë.
Ai u ka konë i vogël, ma i vogël se une, po du me thonë i ndojnë konë. Ku erdhen katoni Zablashit, pushon pak të ura Blagafshit, iken ati Dajaku. Sot do marre me thonë dikur se nuk jem ka votojmë as për Arsin, as për Mitrin. Jem ka votojmë për Shqiptarë. Sot o marre me thonë, na pseja dhe votën këti, ja ti. Vota asanim sheft, një e dyta, une për veti, i dalë s'ka kur gjo. Dhe Zoti gjellënëshon në hu. Dhe këtë djali do parime për mu i ka krye. Mu menagjue për të ursibrit, dhe riu po i thonë, cepëm që tashu ka menagjuat me policijet tonën. Edhe Iran me 24 shtator, Iran suko tergu, edhe dha Zoti, se kur nuk jem drejtës, nuk nimon as Zoti, o shara, këto, kur nuk jem drejtën as Zoti s'nimon. Se kjo konë legmenje me mujt me azërsu këta tonë, qëfar përgatite kishin pas ushtarake, teknike, morale, që po di une, po edhe mirë po ka gabime. Ka gabime. Unë e kom një vetë vëqishin të thonë, tha kurtit, ja jonë ka prekrojnë Gjermant, ja Anglezët. Jonë ka thonë, na flasim qështu, e ti bjeri qështu. E kom një vetë vëqishin të thonë. Me gjithë se nuk më befason vëqishi. A bën të kthejmë veç edhe dy figurave të luftës dytë botnore në kohë, cili si mbasteje me këtë histori që e den edhe ke përjetu, ka qenë roli i shqiptarëve angazhum në Partinë Komuniste edhe në qatë periudën mas lufte, që është Padil Hoxha, edhe punën e Ymer Berishës me përmende Rifat Berishës, që është 2-3 fjallë mund është më najton për që gjendje edhe funksionimin e shqiptarëve në atë kohë. Po, dhe këtej vonë, thash në Moskën vllaznim bashkim. Kur e panë shqiptarët, edhe nisën pak me i marë, me shti rojt, e panë shqiptarët, jonë ka punojnë për jonë ka punojnë për veti, atëherë u distancuun pak. Mu më ka bubej Lars Kurteshi, në kullë të smon bajraktarit, tha, 3 vjetë kemi mbajt në ledhje më shefta, në shpia që jonë konë jashtë qëtit, e me kanë lonë qelsat, e jemi hinë ato shpia, edhe plus zare, plus ja kemi fut batenijat për mos mu pa drita, kemi mbajt në ledhjet më shefta, kur këm dasht me qitë flamurin. Do më thonë, uran mamë. Po, e në fejnë islam me thëtë ma mirë vonë se hishë. Aty të mas, dhe e kapi Miloševiqi në dorë, edhe i shkatroj ketë ato shka. Se vitin 74, ne na ka mungu vetëm titulli Republik e Federatës Jugoslave. Se jemi konë pjesë konstitutive e Jugoslavijës. Po, ka mujtë edhe Republik me konën? A ka mërmenja që ka insistu këta tonë? Jo, për këto di mirë. Më ka thonë të zaku jam pe i Gjakove. O konë komunisti fort, Qazim Dervishi, Zmolic, o konë kryetari komunës në Ponashes. Jemi konë thatuar me Edvard Kardelin, me Mahmud Bakallin, me Mosha Pjadon. Në trenin e shpejt për Gresi që shkon, e i ka thonë Mahmud Bakalli, Edvard Kardelit, tha, neve duhet me në dhonë Republik, e i ka thonë Edvard Kardeli, ju shqiptarët i një ka milë një erë, e kini me korë stuhi. Apo mbërvesh? I një ka milë një erë, e kini me korë stuhi. Mu më kam thirë në Kargujes, islet një kujut besë shumë here, se në tërë të nishën, unë qilova atje. Edhe dej me soden, 157 grupe, si jonë zonë. Unë zonë grupi Halil Alidems po Zharanit. Në krye me Ekrem Kryzion e Gjakovës. Në partinë marksiste-leniniste. S'ka pas emen tjetër. Për 157 grupeve nuk ka pas emen tjetër në partinë marksiste-leniniste. E bota civilizume, Atlantiku i Veriut, apo NATO-ja, nuk e kanë dasht me një zonin komunizmit, marksizmit, leninizmit.
vonë janë këthyë e me 1905. Serbia e ka pas kontratën me Amerikanët me i këthyë kriminell të luftës e ka bo kontratën. Andrija Artukovici, ja keni zonin. O në zonë, ka 80, ja? Po në zonë. Edhe i tha Osman Bajraktarit, Mahmut Lushi i Zabllashit, tha Osman, tha, a ka shans me i pështue dënimit me vdekje Artukovici. Tha se kemi në mrije i vlajt tina i ka qitë 20 miliard për jaloj Jugoslavijës borsin, mos me pushkatu. Dënoni me borsh sa donit, po me pushkatu ju. Keshi. Tha, amore Mahmut, tha. Me 1905 e ka bo kontratën Serbia me Amerikë me i këthy kriminell të luftës njëna tjetër. Ambasada e Jugoslavijës pranë organizatë Kombeve të Bashkuara pe vitit 51 është ka kërkon mja këthy Artukovicin. 700 miliard mja dhonë, tha Artukovic ja u këthy. Tha po. Mirë po, e qojshin, vetë e kom për qilë, e qojshin me kerë, me atë karocin, e kështë jam gjendje kome. Po, une nuk kom bo veç une. U dhese kom pas Kurt Waldheimin, sekretarin e organizatës Kombeve të Bashkuara. E kom pas këtë tjetrin, ku hinje për t'ja u shplorojt, e Jerem me fola, di kështë Jerem, tham, hisnë se o ma të fos, nuk o ka din gjo, o deke në shpi. Baca Rustem, Urno. i përmende këto organizimet marksiste-leniniste, Po, që në esencë nuk e kanë rojen edhe në traditën tonë, se pleste gjeneratat tona nuk kanë pas bëj me lindje. Megjithatë, për periudhën kur ka ekzistu dhe si ideologji, sepse mas luftës dytë botnore dijen sferat e interesit, e mur bloku cili blok nej, Shqipnin bloku, si me thonën, i lindjes, a mendon si me gjithat e shqiptarët, edhe në ato organizime që ka qenë ideologjike, le të themi edhe marksizme, leninizme, enverizme, por për çështje kombëtare kanë qenë të pastër edhe e kanë nxjerrë maksimumin në aspektin kombëtar. asa kanë mujt. Asa kanë mujt e kanë nxjerrë, po thash, ma mirë vonë se hish, ma vonë nuk ka ranë mamë. Se këto i mri unë dhe kej. Tonë i mri unë dhe këto, pej, shaba pëllushe, e kënena i mri unë dhe krejt. Edhe ai grush që unë ngret ke përpara, Po, që disa kanë simbolizu qëtë ideologji, unë mendoj që shqiptarët ma shumë e kanë pranu si bashkim kombëtar. O konë gestikulacion, nështë ta shpesheri keq kuptum, por njerës edhin e kanë përdorë ma shumë me qatë motiv. A pajtohesh me këto? ka je edhe jo mundet me konë si bashkim mirë, po Kjo përfundon Qyre- edhe me legendarin që quhet tash thonë me Adem Jashari. Adem Jasharin, po. Do thonë Adem Jashari edhe marksizëm edhe komunizmi, le të themi, i familjes Jashari, e në përgjithësi Drenicës nuk e rro kërkon. Ka ai që e ka qu grushtin nalt, por ajo është simbolikë e bashkimit kombëtar. A pajtohesh me këto edhe? Pajtona, po pse jo? Baca Rust, me çka je marrë ti vetë një jetë, çka ke punue, jashta krejt këtij rrëfimit që na e bone, ti si punë, çka Une, jërë mas pari, masi certifikat lindjes, e thash, nuk kishna une se për mu lambru, ma para shkollës serbisht, bujësoro qelen Frizaj, 54-ën. E jemi shku une me Gjoci mu regjistrua. E na drejtori shka. Tha, i keni kompletu dokument, thash, diçka po, diçka jo, thash, ka të mungon ty, thash, mungon, thash, certifikata e lindjes. Tha, mjerisht si nuk vjen konsiderat. I herë dhe në vitin 68 që kom bo naknat një upis, 3 shika i kom shkru me dërse dhe gruja më ardhë, e me i shkru kur më kanë lindë, se nuk kom mujt me i regjistru se s'kisha kunor. Une kom punue pak kohë në Malzi, në si përmarjen opshte Gjergjevinska Produzesha. Kom punue 4 vjetë në Kragujevës. Kom punue 6 muaj në kontrat
në Gjakov, në Dugazhin. Nuk kom punu 4 vjetë, 37 muj punë aktive në Gjermani. Me 13-7 orë, 7 vetë se s'kemi shkue, e dhe me 13-10 orë, po i pagum ka 50 morë, ka dhe me të parin e të parit 74-shit, jem konë punëtori rregull. Shikus të nderuar, çka të themi, fjala plak dhe ples të urtë të Kosovës nuk e ka kuptimin e viteve. E ka kuptimin e zbërthimit në gjuhën shqipe, njeri me përvojë, njeri zoti shpis, po njeri edhe me vite. Pra, le të kuptohem drejt, plest e urtë të Kosovës nuk do të thotë që janë njerëz më të moshuarit të Kosovës, por njerëz që në një mënyrë kanë mbamendje, kanë historina dhe mbajnë në kujtes ngjarjet e ndryshme. Ne me këtë cikël do të vazhdojmë, po ashtu edhe me regionet ndryshme të Kosovës, kudo që ndëgjojmë se është një plak që mund të flet, që mund të spjegoj, mund të ilustroj dhe mund të zbërthej ngjarje për e cejakën e popullit shqiptar, emisioni Fakte do të jetë aty. Shikues nderuar, me kaq po e përfundojnë pjesën e parë. Ju rikujtoj se emisionet i keni çdo të shtunde në orën 21 dhe të nesërmë në reprizat në ora 17. Ku tjetër përpos në KTV, Kuhavizion dhe platformën Arta. Ty e mos e harrue kanalin e autorit të emisionit Fakte me Adnan Merovcin, të cilin ju kërkoj, ju lus, insistoj të bëni subscribe. Asgjë nuk ju kushton dhe me këtë subscribe ju informoni për përmbajtjet e reja të mbi 600 videomaterialeve tashmë ekzistuese, disa edhe super ekskluzive në këtë kanal. Mirupafshim. Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga ujë rrugove, Vipa Chips, lesna ndërtimi dhe Medika.